Turqia dhe Shqipëria janë lider mes vendeve anëtare të NATO-s sipas gatishmërisë së qytetarëve të tyre për të mbrojtur atë dheun, tregon një studim i Institutit Amerikan për Politikë të Jashtme, Instituti i Kërkimeve të Politikës së Jashtme. Në studimin me titull "A do të luftonit për vendin tuaj?", Turqia zë vendin e parë me 88% gatishmëri të qytetarëve, ndërsa Shqipëria është e dyta me 69%. Në 10-shen e parë të vendeve të renditura janë edhe Suedia 66%, Finlanda 64%, Malizi 63%, Greqia 63%, Norvegjia 61%, Lituania 52%, Polonia 49% dhe Slovenia 49%. Të dhënat janë interesante për faktin se dy vendet anëtare të Amerikës së Veriut gjenden nën mesataren e renditjes. Në Kanada 39% të anketuarve deklaruan se janë të gatshëm të luftojnë për vendin e tyre, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo përqindje është 37%. Gatishmëria më e ulët u regjistrua në Itali dhe Slovaki 25%, Gjermania 27%, Holanda 30%, si dhe në Hungari dhe Çeki 33%. Studimi u realizuar në shtator dhe tetor të vitit të kaluar mbi një mostër prej 31.000 personash me porosi të Universitetit Stradins nga Riga në bashkëpunim me Qendrën për Studime Gjeopolitike në Riga.